Pas një skandali seksual, kryetari i Bashkisë Kuk, Safet Gjici, u dënua me 3 vite burgim për korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Atij u hoq dhe e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vjet. Sidoqoftë, Gjicit i është kthyer privilegji për të marrë tendera publik. Kujtojmë se Gjici u lirua para kohe nga burgu më 18 maj 2025 për arsye shëndetësore, ndërkohë kryetaria e Bashkisë Vlorë, Brunilda Mersini, që është mjeke në profesion, mendon se Gjici ka nevojë për një riabilitim special dhe menjëherë ka mbushur një recetë për pacientin e rilindjes, të marrë urgjent tenderin 3 miliard lek për qendrën e emergjencave të Vlorës. Kryebashkiakja Mersini dhe ish kryebashkiaku Gjici kanë vendosur bashkëpunim të ngushtë politik për tenderin ndërtimi i qendrës operacionale të emergjencave civile. Receta e Mersinit për llogaritë se fondi limit për këtë projekt është 288.5 milion lek të reja pa përfshirë të vëshën. Bashkëpunimi brenda familjes së rilindjes sjell si rezultat që paratë të mbeten mes njëri tjetrit. Për pasoj, bëhen të pavlefshme ligjet dhe rregullat e prokurimit. Kështu në datën e mbajtjes së tenderit më 6 korrik 2026 është zhvilluar një procedurë sa për të mbushur letrat. Në tender kanë aplikuar gjithsej 3 operatorë ekonomik, 2 prej të cilëve marrin pjesë fiktivisht. Sipas formularit të shpalljes së fituesit, nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit Arcon Studio, pasi nuk dorëzoi asnjë dokumentacion dhe nuk paraqiti ofertë ekonomike, Rafin Company, pasi nuk paraqiti dokumentacioni kërkuar sipas dokumentave standarda të tenderit. Ata është krejt absurde. Kompania Kevin Construction SHPK në bashkëpunim me Apis Construction SHPK kishte përballë një kompani tjetër që kishte bërë ofertën 0 lek. Në këto kushte edhe kryetaria Bruna Mersini ka ngritur supet dhe pas gjatur as 10 ditë ka shpallur fitues Gjicin. Kompania Kevin Construction u themelua më 2006 nga Safet Gjici, ndërsa në 2014 ish kryebashkiaku i Kuksit ia dhuroi aksionet vëllait të tij Lavdrim Gjici. Receta riabilituese e Bruna Mersinit ndaj kolegut të rilindjes nuk është e vetmja. Duket se për Gjicin ka një protokoll të miratuar nga lart, pasi doli nga burgu, ish kryebashkiaku i Kuksit, pesheshin e parë mori nga ministri Blendi Gonxha, që është krau i djathtë i Edi Ramës për tenderat. Safet Gjici më 23 korrik 2025 ju dhurua tenderi i rikonstruksionit të Spitalit të Pogradecit. Kompania e tij, tashmë menaxhuar nga i vëllai, ka marrë afro 3 miliard lek. Bie në sy procedura e dyshim nga operatori i blerjeve të përqendruar që varet nga Blendi Gonxha. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerën më të ulët. Këtë klasifikimi ka bërë tenderit Open Data Albania. Për shkeljet e kryera procedura shënohet me flamur të kuq, që është shenja e riskut të korrupsionit. Bëhet fjalë për tenderin me objekt rikonstruksioni godinës qendrore Spitali Pogradec me fond limit 292 milion lek të reja pa të vëshë. Për të përmbushur kontratën me afat 1 vit e gjysmë, kërkohet që kompania të angazhojë 50 mjete dhe pajisje në këtë kantier. Sipas pasqyrave financiare të paraqitur zyrtarisht në QKB, Kevin Construction ka mesatarisht 63 punonjës. Në këtë kontratë, Kevin Construction ka marrë përsi për 89.2% të angazhimet, që do të thotë se duhet të angazhojë 81 punonjës. Nga ana tjetër, kemi arsye të mendojmë se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nuk ka bërë asnjë verifikim të kapaciteteve të kompanisë së Gjicit, por thjesht e ka shpallur fituese sipas urdhrit të Blendi Gonxhës. Jo më larg, por në 14 korrik 2025, kompania e Gjicit kishte marrë nga Bashkia Kavaj kontratën me objekt ndërtimi i lulishtes së qytetit me fond limit 227 milion lek pa të vëshë. Tenderi është fituar me flamur të kuq, që tregon se Gjici po rehabilitohet edhe nga PD. Kryebashkiaku është demokrat dhe përfiton fondin në shkeljet e ligjit për prokurimin. Në këtë kontratë Gjici është angazhuar të ketë 30 punonjës të tjerë, mes të cilëve drejtuesi teknik me kohë të plot. Përveç kësaj duhet të jenë në kantier dhe 20 mjete e pajisje të ndryshme ndërtimi. Pyetja që lind është pse kryetaria e Bashkisë Vlorë, Bruna Mersini, e kualifikoi kompaninë e Gjicit duke paraqitur të njëjtat shkelje si Blendi Gonxha. Duket qartë se Kevin Construction ka forcat punonjëse dhe mjetet e angazhuar në kontrata të tjera në të njëjtën kohë. Në bashkëpunim me Kevin Construction në kontratën për rikonstruksionin e Spitalit Pogradec është ortake edhe kompania Apis Construction SHPK me pjesëmarrje 3.6%. Prania e tij nuk ndihmon asnjë drejtim sepse nuk përmbush kriteret financiare për të marrë pjesë në tendera të tillë. Ky është grafiku i humbjeve që deklaroi Apis Construction për vitin 2023. Pra, një kompani që rezulton me humbje nuk mund të futet në këtë super tender. Përse nuk është skualifikuar, këtë e di vetëm Gonxha. Siç e pa më lart, shkeljet në këtë tender janë të panumërta, por me sa duket janë imponuar nga sforcimi për të rehabilituar me shpejtësi Safet Gjicin. Është i njëjti protokoll që ndjek Brunilda Mersini. Edhe Apis Construction është një porosi që Brunilda e ka brenda familjes së rilindjes. Firma Apis është regjistruar në vitin 2014 fillimisht me emrin Global Service Consulting, nga një shtetës i quajtur Besnik Binjakaj. Por menjëherë sapo u themelua, kompania pezulloi aktivitetin dhe kaloi në statusin pasiv. Global Service Consulting qëndroi pezulluar deri në vitin 2022 dhe menjëherë Binjakaj vendosi që t'i dhurojë aksionet e tij Ervin Tartarajt. Por Tartaraj është një
emigrant që jeton në Itali, ndërsa pronarët e vërtet janë të tjerë. Dhe kjo do të konfirmohej vetëm pak muaj më vonë. Fillimisht kur administratore e kompanisë u caktua Gloria Tace. Më vonë Tace u bë aksionere me 50% dhe pak muaj më vonë i shiti sërish aksionet tek Tartare. Të gjitha kalimet e aksioneve janë bërë me dhurime, duke mos paguar asnjëherë taks. Pronari i vërtet i hapis është si Bjorn Çobaj. Gloria Tace, e cila figuron si administratore e kompanisë, është bashkëshortja e tij. Çobaj është nipi i Gramos Sakos, kryebashkiakut të Tepe Lenës dhe Artan Sakos, pronarit të kompanisë 2T SHPK. Ai zotëron një rrjet kompanish. Njëra prej tyre është Sire Alp, e cila bën projektet e punëve publike që më pas përfundojnë tek Apis Construction dhe 2T. Pra e njëjta dorë bën projektet dhe fiton tenderat. Kjo skem është zbatuar në një sër tenderash publik, veçanërisht në Bashkitë e Jugut. Si përfundim, Brunilda Mersini u dha 3 miliard lekë, një kryebashkiaku të korruptuar dhe nipit të kryebashkiakut të Tepelenës, ndërsa zjarr fiksit presin mrekullin me mjetet e vjetra në hangarët që duken si të bombarduar. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.